Miqtë Prizmës. Komisioni i jashtëm në Parlamentin Evropian votoi me 58 vota, shumica dërmuese. Pro, 1 ose 2 vota kundër e 3 abstenime, raportin për të pranuar Shqipërinë brenda afateve 27-30 në Bashkimin Evropian. U vu theksi mbi ecurinë e mirë, mbi vijshmërinë e demokracisë, mbi disa reforma gjyqësore, dhe u vu theksi mbi patundshmërinë, palëvizshmërinë, plotësimin e këtyre që konsiderohen hapje kapitësh, bashkëpunimin e jashtëzakonshëm, qëndrimin shumë të mirë të Shqipërisë në Ballkan, konstruktivitetin e saj, demokracinë përgjithësi, u bën edhe vërejtje për mbi korrupsionin, megjithëse thuhet që lufta për korrupsionin vazhdon, dhe përmi lirinë e fjalës, dhe të gjitha këto të drejtat ligjore, të cilat sigurisht janë në përmirësim të dukshëm, por që komisioni lë disa detyra. Kryetari McAllister, i cili sigurisht njeh shumë mirë të dy palët në Shqipëri, po njeh shumë mirë sidomos Sali Berishën edhe partinë e tij të sotme, i ka njohur edhe dje. Thanë fjalë të mira thanë të gjithë aty. Edhe kishte 1 muaj e gjysmë, 2 muaj që bëhesh një sulm i jashtëzakonshëm nga Sali Berisha dhe gjithë kocomit e tij, ato media që sigurisht tash ai ka filluar të prishi punën me gjithë mediat në Shqipëri, por e prish vetë se i sulmon në mënyrë tragjike, në mënyrë sulmin e mediave i bën sepse justësi i japin atij, gjithë mediat i japin atij akses. Ngaherë median pa gjanë dhe tash çfarë bëjnë, japin Sali Berishën, po pse ju japin akses tjerëve? Po ta bisedojmë më vonë këtë punë. Pra, 300 amandamente diskutoheshin. Ishin sigurt, si ke Syri TV dhe ke Qimpek apo dhe ke këto gazetarët e famshëm, që Shqipërisë nuk do t'i thuhesh kjo fjalë, ishte e sigurt që do dinin vendet që do ta pengonin, do vendosnin edhe komisionin e jashtëm. Thonin jo, Shqipëria nuk, sepse është diktaturës Ramaduro. Me që Ramaduro ju shkoi në Shqipëri thonë ose për boj, po themon, po e zbukuroj, po për lesh zakonisht. Kështu thonë. Të që kishin shpresën e madhe, se me lobingjet që kishin bërë, me emisarët e tyre, dërgojnë në Evropë, Albana Vokshin, shko vetë Sali Berisha, tako njerëz dhe shikone nuk bëjmë për Evropë. Aty është regjim kriminal, mafioz. Në fillim me shonin e thonin është regjim komunist, po e panë që kjo nuk i shkonte ma. E kuptonin që ishin më komunist këta se sa Edi Rama. E lanë këtë dhe fillon me Ramadura, edhe Ramadura nuk shkojnë. Tash ju thonë korrupsioni, mafia, megjithëse i kanë bërë këto, po ja përsëris edhe herë 58 vota, pro 1-2 kundra nga eurodeputet që zakonisht i takojnë grupimeve skeptike, ose gati grupime që janë kundra Evropës vetë ato, dhe 3 ose 4 abstenime. Zakonisht Komisioni i Jashtëm Evropian nuk i editon këto, por numri 58 është shifër e jashtëzakonshme. Më të mirën deri tani kemi pasur numrin 57, tash e kemi kaluar edhe me 1.58. Kaq ka pasur dhe Mali i Zi, mos gabohem unë, para 3 vjetësh. Edhe, jo, nuk ishte kaq, po kishte rreth 56 vende. Pra ky është numri më i madh i aprovimit në shumicë dërmuese. Sali Berisha doli në konferencë typi edhe tha, raporteri ishte i majt, por ne na duket mirë dhe e lexoj si ka qef Berisha ta lexoj. Domethënë nëse Berisha është duke u djegur në diçka me zjarr, Berisha kur nuk i leverdis, thotë është duke ra bor aty. E kundërta, nëse është duke ra bor, sy leverdis bora, nuk ka qef që të bëj ski. Zakonisht nuk e dia ka bërë ski, megjithëse ka lindur në një vend që edhe mund të bëhesh ski, apo nuk bëhesh ski. Po themi që bëhesh, nejse. Ai thotë që jo është zjarr.
Pra e lexon si ka qef ai, interpreton si ka qef ai, por dokumenti aty është në anglisht edhe në shqip. E botojmë vetëm. Praktikisht Shqipëria ka marrë një potë madhe dhe nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian. Komision shumë i fuqishëm, sepse jo vetëm që ka zgjerimin, po edhe pranimin fund edhe njëkohësisht edhe mbështetjen e mundshme. Përndryshe nuk ky komision, nëse është jo i dashur, jo kaq i mirë, jo me 58 vota, po ma me pak vota, fillon pastaj edhe dyshohet shumë puna, vonohesh. Nëse është një fitore e madhe. Ku shkuan lobimit? Ku shkoi gjithë ajo histeri që nuk kanë për t'i pranuar, kanë për t'i... Partitë si Motra në Francë të Sali Berishës kanë votuar po. Në Gjermani po. CDU, liberalët, edhe pjesa socialdemokrate, absolutisht. Të gjithë pro. Në Holandë, të cilët ta kishin shpresa të jashtëzakonshme, janë të gjithë pro. Në Danimark dhe në Norvegji, që kishin shpresa se do votojnë kundra, gjithë partitë popullore ose që konsiderohen djata se të majtat nuk diskutohen. Me profesimin e tyre në komision, kanë votuar po. Janë brenda për brenda një po e të madhe. Nuk diskutohen italianë, nuk diskutohen deri spanjollët, si me të majtat, si me të djatën, austriakët, polakët po e po. Pra është një shumicë dërmuese, po themi pra 58 vota, të cilët brenda për brenda edhe grupimeve popullore, bile gati edhe grupimeve që janë akoma më djatas, kanë votuar pro për Shqipërinë. Dhe ndodh për herë të parë. Këtë element nuk ta thonë, bile nuk di ta shpjegojnë mira socialistat, sepse nganjëherë ju mungon kjo mënyrë që po bëjnë tash mënyrën e shpjegimit. Merrem më tepër me propagandë se sa me thelbin. Unë po shpjegoj, mundohem të largohem nga propaganda, nuk më intereson fort nëse ja, apo nuk janë socialistët. Po mundohem të tregoj thelbin dhe numrat e thelbit. Edhe këto gjëra janë të rëndësishme, kur tregohen kështu në këto format janë fakte. Atëherë njerëzit duhet të largojnë idenë e propagandës, as marrin idenë e të vërtetës. E vërteta nuk mund të jetë kurrë propagandë. Miqtë e mi, nëse ti mbaron një rrugë, e ke realizuar atë rrugë dhe thua që këtë rrugë e kam mbaruar, e kam premtuar dhe e kam mbaruar, kjo nuk është propagandë. Kjo është thua është vërteta. E njëjta gjë është edhe për. Dhe sigurisht limitet janë 27, 2027 edhe 2030. A do ta bëjnë? Unë nuk e di, do ta bëjnë se Bashkimi Evropian është në ferment të jashtëzakonshëm, ka vështirësira të jashtëzakonshme. Po me sa duket luftrat, qëndrimet e amerikanëve, lufta në Ukrainë e kanë përshpejtuar këtë model, pavarësisht se duan të thonë gjithmonë që shiko, duhet jemi të kujdesshëm, ne nuk falim asgjë, duhet ta meritoni. Në anën tjetër ne me po të njëjtën monedhë përgjigjemi, dhe ne duhet ta meritojmë. Ju mos vënoni, na kontrolloni, do të bashkëpunojmë bashkë, por nuk është e nevojshme që të shtyrin kalenda greke, kështu thonë. Ky është problemi, edhe një herë tjetër, Sali Berisha me dëshirat e tija morboze doli blof. Morboziteti i tij dhe i partisë tij, sepse sigurisht nuk është partia e shqiptarëve, partia demokratike. Është partia Sali Berishës, edhe atyre derbederve që ndjekin Sali Berishën brava. Një parti shqiptarës nuk mund të thotë në Evropë mos pranoni Shqipërinë në Evropë sepse është Edi Rama. Nuk mund ta bëjë këtë. Mund të kritikojë gjithë ditën e gjithë natën Edi Ramën, po Shqipërinë duhet ta dojë fort. Kjo gjë ndodh ke partia demokratike e Sali Berishës, pronë e tij, dhe ke lëvizja vetëvendosja e famshme e Albin Kurtit. Këta punojnë kështu. Ta thonë Lerin Burga ata, TUÇK-s aty. Këta janë modeli kështu, ky është modeli i tyre. Edhe Sali Berisha është akoma më keq se sa këta. Mos pranoni, nuk jemi ne për në Evropë, thotë. Ramadurën se përfillen. Komunistët nuk i përfillen. Mafia, krimi, etj, fjalë të hajde gjej fjalët e tyre, se këto fjalë janë të thënat, stërthënat me një bezdit të madhe përsëritse. Si përfundim patëm 58 vota pro. Është një fitore për ne, sigurisht është një humbje,
një flakurin surratit të Partisë Demokratike dhe Sali Berishës në mënyrë të posaçme. A kemi ne punë për të bërë? Edhe unë themi që kemi punë për të bërë, po unë jam për Shqipërinë. Edhe unë themi që ka korrupsion, po unë jam për Shqipërinë. Edhe unë them që majoranca sot me e ka tepruar, po jam për Shqipërinë. Edhe duke qenë për Shqipërinë, them që sigurisht kështu duhet punohet për të shkuar në Evropë. Nuk kemi mundësi tjera. Ne duhet të shkojmë në Evropë, pavarësisht se edhe mua nuk më pëlqen shumë element Evropa vetë, siç është formuar sot. Po ai është vendi jonë, ne ashtu duhet të synojmë dhe aty duhet të bashkohet. Sali Berisha është njeriu që e ka sabotuar që në fillim këtë punë dhe ka për ta sabotuar gjatë gjithë jetës sa të ketë frymë ai. Por edhe kësaj radhe, tamam mori një flakurin hundë, mori një nga ato shpullat e meritueshme që zakonisht merr ai. E ka marrë nga populli i tij, tash e merr për ditë edhe nga Evropa. Një element tjetër është të që ju thash më përpara, prishjen e Sali Berishës me televizionin e Hysén Belliut, Irfani. Filloi ta konsideronte edhe atë në shërbim të Ramës. Ju dini mirë boll se News 24 është televizioni mbas syrit TV që sulmon Edi Ramën edhe pushtetin, majorancën, Partinë Socialiste dhe të gjithë. Tashi Sali Berisha pse nxirrte Salinjanin në ekran e bën shërbim. Sigurisht Irfan Hysén Belliu ka bashkëpunuar edhe kur ju prish resorti edhe kur u nxori jashtë nga disa vende zyras që nuk i meritonte Hysén Belliu, se nuk paguante as dritat aty, s'paguante as qera, ja kishte zënë vendin dikujt, acarimi ishte i jashtëzakonshëm. Por Sali Berisha nuk kupton nga këtë punë. As nuk do të kuptojë. Ati i bën përshtypje edhe pse del Salinjani, imagjino të shi. Kaq poshtë i gara pjaca sa është i friksuar nga Salinjani, nga Alessia Balliu. Dhe ka drejt jetit i fiksuar, sepse ata sfakton disa të drejta, disa të vërteta. Edhe nga Meremja është trembur Sali Berisha. Se dhe Meremja thote unë nuk e marr, nuk e bëj kryeministër, as ministër, se është i korruptuar. Krahasë është në mosh, ka fjalë për korrupsion. Aja ka frikë edhe Mereme. Ka frikë gjithkën, absolutisht. Kushdo që ti dali para dhe të jep një mendim, sa do ndryshe ti e ka të merr. E ka të merr sepse sigurisht, dhe të sigur ti jep marrë 1%, 2%, 3% të një votimi, ai e di që kjo është humbje. E ka të qartë. Tani është prishur edhe me News 24. Ose me atë që quajnë perandorinë e Irfanit. Kur shkon puna deri këtu, domethënë Sali Berisha ka humbur sensin e orientimit plotësisht. Është një plak i cili ecën rrugës aty në mënyrë të çoroditur dhe pritet që të shpallet nga familja i humbur. Me pa i familjen i ka dhe ma zi se veten. Shkëlzeni është edhe më keq se sa ai. Argita është edhe më keq. Ata presin trashëgiminë. Urojnë për ditë, ndoshta dhe vdekjen politike të babait. Ai sigurisht nuk ka për të vdekur politik. Lidhjen e vdekjes politike ka të lidhur me atë biologjike. Kështu që edhe ato presin kot. Edhe News 24 ka pritur kot deri tani, se Sali Berisha mund të thotë faleminderit për shërbimin që i kanë bërë. Edhe ajo Klodiana Lala që s'linte gjë pa thënë, tashmë është zgënjur shumë edhe. E fundit. Ka vdekur profesor Servet Pllumi, po e përmend se ai është një nga socialistat e qartë. Është një socialist i vërtet, nuk është si Rama. Sigurisht është një majt i vërtet. Dhe unë respektoj përqendrimin koherent për demokracinë. Ai nuk e ka mohuar kurrë, asnjëherë. E quonin marksist edhe Nano edhe Rama, të dy. Por ai ishte një majt, këtë të dy nuk ishin të majt. Duken sigur janë të majtën, në vërtet janë liberal-demokratë dhe njerëz që s'kan lidhje me të majtën, si njëri si tjetri, pavarësisht se kanë dalë nga gjiri i të majtës. Servet Pllumi i ka bërë një kritikë të jashtëzakonshme djalit Josif Pashkës, edhe Lili Pashkës, Gramos Pashkës, që thoshte terapia e shokut. Servet Pllumi
duke qenë i burr i mençur edhe i qartë. Një majt i vërtet, sigurisht i rrjedhur nga Partia e Punës së Shqipërisë, siç është Partia Socialiste. Ashtu siç është Partia Demokratike, po ajo është e rrjedhur nga sigurimi i shtetit, kurse Partia Socialiste nga Partia e Punës. Kaq. Servet Llumi, terapisë shokut të Gramoz Pashkos ju përgjigj, po keni bërë shokun, po keni harruar terapi. Jo vetëm Gramoz Pashkos, por edhe Sali Berishës. Servet Llumi ka lënë këtë fjalë e cila është fantastike, ka lënë shumë prej tjera që kanë të bëjnë edhe me demokracinë, drejtoi dhe akademinë, deri një farë mënyrë, pastaj u detyrua Rama ta respektoi për atë çfarë prezantonte. Normalisht e ka respektuar, këtë nuk mund ta them. E ka respektuar patjetër. Por kjo ishte shumë e drejtë. Me marrëzirat e Gramoz Pashkos edhe Sali Berishës. Sali Berisha pastaj është out fare, por Gramozi, i cili ishte një ekonomist, i cili donte që të përçonte liberal demokracinë, donte të bazohesh mbi teoricienët e mëdhej të kapitalizmit, dhe që shpallit të famshme teorinë e shokut. Por kjo ishte. Kritika e Servet Llumit ishte që u bë teoria e shokut, u harrua terapia. Sepse sigurisht ishte terapia e shokut. Bën shokun, rrëzuan ekonominë, e privatizuan në mënyrë kriminale, shkatruan gjithë vendin pa bërë asnjë lloj terapie. Dhe kjo është një nga veprimtaritë më kriminale që në fakt e filloi dhe Partia Socialiste, por shumë pak. Dhe e realizoi në mënyrë kriminale Sali Berisha bashkë me Gramoz Pashkon aty. Ndarja pastaj ishte politike dhe ideologjike aty për pushtet, siç zakonisht bën Sali Berisha, por teoria e terapisë shokut ishte një kriminalitet i Partisë Demokratike në atë kohë. Më vonë e kritikoi dhe ja fajin kryesisht Gramoz Pashkos edhe Sali Berisha. Dakor, prandaj kujtova edhe profesor Servet Llumin, profesorin e të majtës tonë, sigurisht. Servet Llumi ishte një profesor realisht i të majtës normale shqiptare, asaj partie socialiste e cila u çmilitarizua. Servet Llumi ishte kundra dhunës, ishte për demokracinë e brendshme në Partinë Socialiste, për bashkëngjitjen e saj motrave të social-demokracisë në Evropë. Dakor, miqtë mi, ky ishte emisioni për sonte.